diskutuam në konferencë kryetarëve të dyjave, po shfrytëzoj fjalën për t'i dhënë përgjigje të dyja kërkesave për mocion me debat. Dhe po e filloj nga një moment që koincidon me ditën e sotme. Sot është dita ndërkombëtare e parlamentarizmit. E si e tillë, besoj që kushdo që ka pasur apo ka fatin e madh që shqiptarët ta kenë zgjedhur në këtë sallë, ta ketë mësuar se agendën e parlamentit, kuvendit të Shqipërisë, rastin fjalë, e përcakton vetëm vota dhe interesi kombëtar. Ata më të mençur, jo vetëm në Shqipëri, po dhe kudo në botë na kanë mësuar se demokracia është një sistem i cili merr frymë vetëm përmes parlamentarizmit. Dhe se parlamenti është vendi ku forca e argumentit duhet gjithmonë të mbizotrojë mbi argumentin e forcës. Këtë e kemi mësuar dhe e dim gjithë dhe se kur edhe asnjëherë rruga nuk mund t'i imponohet votës. Është vota ajo që përcakton demokraci, se kush është shumicë, se kush është pakicë, dhe se këto 30 ditë shqiptarët kanë nxjerrë disa konkluzione të para. Koha do na ndihmojë të nxjerrim konkluzione të tjera. Ua kam thënë në konferencë kryetarëve, ua kam thënë një javë më parë në këtë sallë, ua them edhe sot. Mua më duket se ju po vuani nga sindroma e Stockholmit. Ju kanë marrë sheshin dhe meqense u morën sheshin, doni që të bashkoni me ata që ju kanë marrë sheshin. Edhe pse ata ju anatemojnë udhëheqësin. Dëgjova këtu një deputetin tuaj që në një lojë fjalësh për emrat e forcave tona politike ra në kurthin e harresës mbi faktin se sot në krye të Partisë Demokratike është një sekretar partie. I vetmi sekretar partie në krye një partie politike sot në Shqipëri. Dhe njëkohësisht edhe varkëtari i varkës së diktatorit Enver Hoxha, i cili gëzohej kur Enveri i jepte dorën. Por shok mes jush, shumë prej jush që gëzoni kur protestuesit thirrin Berisha në burg. Sepse me të drejtë e shikoni këtë si të vetmin shpëtim nga Saliu. Ka këtu mes ju që doni të shpëtoni nga Saliu, këtë e di unë, u bëm kohë bashkë. Edhe shkoni aty në protestë me shpresën që ne se heqim do të Saliun, po do Zoti na e heq protesta Saliun. Ndoshta u heq protesta Saliun, por një gjë protesta ja arriti. Ju protesta ju mundi, ne protesta nuk na mundot. Partinë Socialiste të Shqipërisë nuk e mundot askush. E di si thoshte njëri tek porta tani, kur po hynit ju, ne na shajnë me libër shtëpie, nuk kam asnjë problem. Ju thonin opozitë e shitur. Dini gjë pse u thon këtë fjalë? Dhe çdo ditë në atë protest po thyen kockat e mbetura nga ajo që dikur quhej Partia Demokratike. Ju se keni kuptuar akoma. U thash pak 2 javë më parë këtu, se si do të ndiej një deputet i CDU-s gjermane që të shkonte në një protest të cilën e kanë thirrur e majta e ekstremit Die Linke apo AFD-ja. Por, dhe më pyetën mi gjerman, më thanë, ore këta deputet e Partisë Demokratike, pse shkojnë ke kjo protesta ku janë neomarksistët, kishte ardhe një
koleg eurodeputet rumun neomarksist, me cilin kam bërë shpeshherë debate edhe për ligjin e barazisë gjinore, sepse kërkonte që ligji i barazisë gjinore të ishte ndryshe nga ai që miratuam, në një gjuhë shumë të ndryshme nga ajo që kemi miratuar në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe më vjen keq që u desh që deputetët pjesëmarrës Partisë Demokratike ta duartrokistin në kundërshtim me qëndrimet e Tritanit, të cilat janë të qarta, paktën në këtë aspekt. Megjithatë, ju jeni të gatshëm duartrokisni gjithkënd. Mjafton që të jetë kundër nesh. Se i sulmoni protestuesit ta një deputet. Ne, transparenca është gjëja më e mirë. Kam gjuar këto ditë edhe statuse. U shqetësuat ju për të mbrojtur një farë Dritan Goxhaj, për të cilin po ju a them sot këtu, nuk ka as një ditë në UÇK. As edhe një ditë në UÇK. Dhe një dokument i cili mu vu në dispozicion nga organizatat e veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, morët dhe aq pa udhjeni sa që u munduat ta përdornit për hesape politike siç donit përdorni dhe protestën, dhe prandaj i them protestuesve, këta mos i lini t'u avjedhin protestën. Imagjinoni, morën një dokument zyrtar, morën, të lutem, ta mbaroj bujar, të lutem, kam respekt për ty, të lutem bujar, do ta shpjegoj, të lutem Isuf, të lutem Isuf se kemi një kod etike bashkë, të lutem. S'kam çfarë të kërkoj falje. Falje të kërkoj ai që ja ndryshoi që Tahir Sinanajn e bëri Tahir Sinani. Tahir Sinanaj është nga Kuksi. Tahir Sinani është heroi ynë kombëtar. Doni ta quni kështu. Ashtë. Ai, mere atë. Mere dhe të ftoj Isuf që që ta nderojmë Tahir Sinanin në Kamës me një monument në respekt Tahir Sinanit. Ju e bët Tahir Sinanin, e bët Tahir Sinanaj dhe këtu mbyllet. Dhe familjes ja kam sqaruar më së miri, sepse Sinani është nga Tropoja, Sinana ja nga Kuksi dhe ti Isuf e di shumë mirë. Po ju e përdorët këtë dhe këtu mbyllet ti dyshëtim. Tani për çështjen e ftyrave. E zotrinj, nuk ka asnjë dyshim sot, jo nga strukturat e sigurisë të inteligjencës tonat, por nga pjesa më e madhe e strukturave të inteligjencës së vendeve partnere anëtare të NATO-s, se në këtë protest u përfshin dhe vazhdojnë të jenë të përfshirë aktorë shtetëror malin dhe Shqipërisë, së bashku me media, organizata dhe interesat huaja. Në fushatën online morën pjesë mira mercenar, digital, të nxitur nga interesat huaja dhe konkurrent Shqipërisë në turizëm. Interesimi ndërkombëtar nuk lidhe as fare pak me flamingot apo me zvërnecin, por të gjithë e dim që ky interes ndërkombëtar, i cili po kulmon tani në fushatën midterms për Kongresin dhe për Senatin Amerikan, me emrin e Jared Kushner dhe konfliktin me presidentin e nderuar Amerikan Donald Trump. Dhe Shqipëria u përfshi në një luftë digjitale, globale, pa qenë vetë për asnjë ditë objekti real i kësaj. Tani, regjimi iranian është këmbë e krye i përfshirë si burimi i aktivitetet sponsorizuara digjitale, ndërsa aktorë tjerë të huaj po kontribojnë, kam dhe 10 minutë që tjetër kryetar, po kontribojnë për të financuar këto lloj lufte hibride. Në protest natyrshëm janë përzier edhe vëllezër e motra tanë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe territore tjera, të cilët u mobilizuan
do të thoja deri në këtë moment më shumë përmes valës së dezinformimit sa përmes përfshirjes së përmes ndonjë force politike apo ndonjë arsye tjetër, të paktën deri në këtë moment. Por mendoj që se dëgjova përfaqësuesin tuaj nuk tha asnjë fjalë për protestën, mori një libër për të cilin kryeministri Rama e ka dhënë përgjigjen. Unë po flas për protestën. Dëgjoj, ka aty protestues që kanë më shumë kredibilitet se sa ti, edhe se sa vetë organizatorët. Ka aty element të cilët duhen dëgjuar dhe ne jemi gati t'i dëgjojmë. Por sot, zoti Klliçi, protesta është privatizuar nga një grup shumë i vogël pas një lloj legitimiteti publik. Dhe ky grup i vogël për cilin ne po bëjmë transparent, ka element të cilët nuk gjenden vetëm në Shqipëri. Në të gjitha vendet që kanë ndodhur ngjarje të tilla, element me një background kriminal përfshihen në aktivitete të tilla kundër institucioneve legjitime të zgjedhura me votë. Dhe mua më vjen mirë që ju vazhdoni të përfshiheni me kontributin tuaj për të çuar njerëz. Është gjë e mirë. Ju a thash, sindroma e Stockholmit është një sindrom që vështirësisht kurohet. Dhe mendoj që ju mendoni se kjo protest mund t'ju shpëtojë. E vërteta është krejtësisht ndryshe. Edhe ju bëni sondazhe, edhe ne bëjmë sondazhe. Sot Partia Demokratike e Shqipërisë është në nivelin e vet më të ulët historik. Nëse zgjedhjet janë nesër, Partia Demokratike vjen në kuvend as me gjysmën e këtij grupi parlamentar që ka sot. Dhe kjo protest po identifikohet për fat mirë gjithnjë e më shumë me një protest që ka në vetvete përpjekjen tuaj për ta vjedhur arsyen pse lindi kjo protest. Por një gjë si këshill mund t'ua them. Kjo protest nuk i bën asnjë punë dhe nuk e shpëton Partinë Demokratike. Edhe sikur nesër në krye të kësaj proteste të dalë Saliu. Nuk ju shpëton. Fryma reale e protestës është një frymë anti-establishment për ata që e kuptojnë, jo për ty. Dhe një gjë për ta kuptuar ti. Nga kjo protest nuk do të lindi dot një PD e re. Ndërkohë që ne PS-n fal Zotit e kemi shumë të re. Dhe mund të lindin nga kjo protest vetëm parti të reja ideologjike, e majt radikale, apo dhe parti me natyrë të islamit politik, sikurse janë përfshirë. Dy fjalë për antisemitizmin në këtë protest. Do t'ishte në dinjitetin e kuvendit Shqipërisë, ashtu siç ka ndodhur në fakt në qëndrimet e pastra dhe të qarta politike të udhëheqësve kryesor politik. Për shqiptarët, gjua antisemite është e papranueshme. Për Shqipërinë, heqja e flamurit Izraelit dhe përdorimi i termit qifut si një fyrje janë zhvillime shqetësuese. Ne duhet të distancohemi të gjithë nga kjo gjuhë dhe nga ai akt. Shqiptarët kur nuk e kanë pas për zakon që të sulmojnë simbolet e vendeve tjera. Shqiptarët janë vendi që në luftën e dytë botërore mirëpritën, strehuan dhe mbrojtën hebrejt nga nazistët. Dhe për këtë jemi shumë krenarë dhe do të vazhdojmë të jemi krenarë. Shqipëria jone e përbashkët duhet pikërisht të vëheci përpara me këtë qasje. Dhe duhet kuptojmë gjithë që kjo protest e humbi kauzën fillestare. Ajo tani më ka ndryshuar identitetin e vet.
organizatorët e saj nuk kanë as pak legitimitet dhe nuk janë transparent. Unë nuk i di kush janë organizatorët e vërtet. Ju që dilni dhe flisni në emër tyre, dilni këtu dhe na i thoni. Nëse ju keni marrë mandat prej tyre dhe ka shqetësim si antari këtij kuvendi prej 21 vjetësh për praninë elementeve radikal, anti-perëndimor, anti-amerikan, antisemit. Dhe prandaj, nëse një lëvizje që pretendon ndërtoj Shqipërinë e re, por riprodhon në mënyrën më të keqe zakonet vjetra politikës shqiptare dhe mungesë transparencë është gjë e parë. Nxirrni emrat. Thoni që keni bërë më parë në jetën tuaj. Kërkoni legitimitet dhe mos u merrni me interesa të ngushta. Partia Demokratike, zonën e Zotrin, nuk e ka legitimitetin ta përfaqësoj këtë opozitë. Këtë opozitë, nëse doni, po dhe këtë protest. Dhe keni ardhur këtu me 2 mocione për debat. Në fakt, edhe si kur të doja tani ta miratoni mocionin e parë për debat, e kemi të pamundur sepse me të njëjtat argumenta që kemi rrëzuar interpelancën, rrëzohet dhe mocioni me debat për kërkesat e protestuesve. Të dashur protestues, jo ju pa legitimitet, po ju me legitimitet. Ne nuk e pranojmë Partinë Demokratike, pra Partinë e Saliut, si ndërmjetësin tuaj me ne. Nuk e pranojmë dot këtë parti e cila u bë me ju pasi ju i morët sheshin. Negocioni me ta për punën e sheshit, po me ne duhet të flasim ndryshe. E dyta që ka të bëjë me kërkesën për mocion me debat për për rezolutën mbi raportin e komisionit. Po flas proceduralisht dhe 2 fjalë politikisht në fund. Proceduralisht nuk e pranojmë dot, sepse për të njëjtën çështje nuk mund zhvillohet një mocion me debat brenda të njëjtit sesion. E kemi zhvilluar mocionin me debat për raportin e komisionit vitit 2025 në 14 maj, ma pa mundson rregulloria dhe ua kam thënë këtë në konferencë kryetarëve. Megjithatë, si gjithmonë, edhe pse më shumë sot jemi dhe në ditën e parlamentarizmit, plotësisht dakord ta kemi një mocion me debat për projekt rezolutën. Por jo në këtë formë kërkesës, por si një zgjedhje e ndërmjetme, mocionin me debat për rezolutën ta bëjmë në ditën që kemi dhe diskutimin e raportit të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Në atë kohë e zgjerojmë pak kohën e debatit dhe bujrum, hajde të flasim për rezolutën e Parlamentit Evropian. Por është e pamundur për ne këtu ta shkelim rregulloren e kuvendit, të shkelim normën parlamentare, më shumti në një ditë bukur si kjo, që është dita ndërkombëtare e parlamentarizmit. Dhe sa i përket shqetësimit tuaj për rezolutën e Parlamentit Evropian, shqetësim i cili nëse realisht e ndjeni, pavarësisht se keni kohë që keni humbur ndjenjat, do ju sugjeroja që sot në agjendën tonë parlamentare kemi një ligj që është nga fillimi në fund për afrim legjislacioni me akin komunitare të Bashkimit Evropian. Jepni sot shenjën e parë që jeni pro procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bëheni Kabull, i thonë Shqip, qëndroni deri në fund se ju jeni edhe të lodhur, edhe nuk qëndroni dot gjatë. Hajdeni dhe votoni në fund. Prandaj paguhesh flamur që të vish këtu dhe të votosh ligjet. Pas një viti nga shtatori, sepse vit parlamentar quhet 2 sesione së bashku, ejani dhe votoni për herë të parë një ligj që lidhet me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, edhe ne në fund ju garantojmë një duartrokitje. Shumë faleminderit. Faleminderit. Kalojmë votim të hapur me karton. Kush është pro, kundër, abstenim? Të tjerë, 2 fjalë ka këtu, zoti Bardhi. Jo, do të hapim prapa të, vetëm për të mocion po votojmë. Jo, po votojmë mocionin për zhvillimin e debatit në lidhje me kërkesat e qytetarëve. Pra, një pikë. Pika tjetër vjen më pas.
E shpjegoj pastaj. 19 pro, 75 kundër, abstenim nuk ka, kërkesa nuk miratohet. Kërkesa e dytë për mocion për zhvillimin e debatit mbi rezolutën P10A 2026-0217 të Parlamentit Evropian mbi raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë